Altin, përshëndetje dhe faleminderit shumë që je me neve dhe dëgjues të Radio Dukagjinit sonte. Përshëndetje. Meshi i tretë, artët e përzira marciale, fitoria e tretë. Sa ka qenë e rëndësishme kjo fitoria e fundit për ty? Mund të kallëzu drejt, po konë shumë e rëndësishme, se jam konë shumë i pregadit mirë, se shkoj në stërvitje 2 herë në ditë, edhe kom pas edhe ju shumë ranë, mund të kallëzu drejt. Meshi ka përfundu në rundin e dytë, për ndrysh është zhvillu me 17 janar, ndaj Murat Tuysuz. Sa ka qenë i vështirë kundërshtari realisht, kështu po duket lehtë se ka përfundu Meshin në raundin e dytë, po sa është e vështirë mrena? Kundërshtari u konë shumë i furt, ka pas 5 fiture, edhe 0 humbje. Ka pas ketë fituret rundën e parë fitume. I bje ketë i ka pas rundën e parë i ka fitu ketë rundën e parë me TKO. Edhe unë jam konë për qatë momentin 2-0, ai 5-0, edhe kena pas edhe kush me hup 0. Edhe aja u konë tane Murat Tuysuz që e ka aja më kundërshtari, u konë turk, edhe aja rejna u konë mund 80% janë konë veç turk mrena. Edhe ku ka pasi aj Tuysuz kanë përtit kogjo, se 80% që jo konë arena ketë me turk, kanë përtit kogjo shumë, edhe janë konë edhe, one tani ku kum hi one, u konë pak ma edhe s'kanë përtit shumë, edhe tani ku kum fitu, u konë që edhe, ja ku morë one 0, që aja u konë shumë interesant. Interesant fakti që në aspektin profesional është meqi i tretë, me sa e kuptova deri tash. Të parin, kur e ke nis aventurën profesionalizëm, e ke përfundu në raundin e parë, rirë ne këtë qokë që i bjen me ngulfat kundërshtarin. Edhe ka qenë Tibor Ballas. Tibor Ballas, mirë. Sa ka qenë i vështirë këtë duel? Por rundën e parë edhe këta e kom fitu. Edhe o konë... që më thonë, që në amatëri kom po 31 vdekje. 31? 31, po. 26 fiture. Jam kon 3 herë në Gjermani e kom fitu kampionin, 3 herë. Në MMA? Në MMA, po. Edhe jam kon edhe në kampion të Europës. Jam kon edhe në kampion të botës. Aty në kampion të botës e kom zonë 2 herë venin e tretë. E kam shumë provëja, pëdi. Jam rrej me aty më të mirë në botë. Jam rrej me aty më të mirë që kanë në Europë. Edhe kam shumë provëj, për që ata s'm ka ro shumë shtirë. Kur kom dollë profi, kur e kom posë deqen e po në profi. Prej këtyne 3 dueleve, veç një e ki me vendim unanim, që është meqi i dytë me Marcel Masha. Veç kjo e qenë ka me vendim unanim. Pra, po më pëlqen ideja që fillimisht e ke kriju përvojën e pastaj e hin profesionalizëm. Dhe tash e din ma sakt përballjen me kundërshtar. Pse e zgjodha MMA-n? Çka të ka tërheq te MMA? Është një sport jashtëzakonisht i vështirë dhe shumë kërkues. Unë ja kum pas nis me 14 vjetë sportin, edhe mu të kallëzu drejt baba jam ka qu, se i ka njoftu se baba jam punon bashtel, edhe i ka njoftu do Kroat, si që shi njoftu në bashtel, edhe që aty Kroat e kanë qelë tani si një farloj gjimi, për më reja me me, edhe ka thonë, unë e tani kum pos qef me bo sport, se e kum vla futbolin, sum ka ro futbol, e disë jam koni mirë, edhe tani janë njësat qëtët, kom pos qef tani më janë njësë një farë sportit tjetër, edhe tani më tha boba, i një do Kroat, e kanë qelë qëto një gjem dë soldërf, hajda po vje, qoj, edhe që ashtu tani më ka ro. Tani ja kom njësë me njerë MMA, më ka pulqi shumë, edhe qëtaj që 8 vjetë jam të vo sportin, edhe qëtot. Sa është i vështirë? Sa është i vështirë? Sa është i rrezikshëm? Unë edhim rrezik s'është, edhe rreziku çdo sport, apo edhe në futboll mund të mund ndodhë diçka,
edhe në MMA, edhe në boks, edhe e di. Amo dikur herë e di ta nje trupi këtë e di që me thonë. Po. E di mësuesh mas t'i kë, mësuesh s'dhe mo e di kur të më shëndjoni t'i kosh në kryje ose në komët, e di mësue trupi. Po. Amo është apet rëzik. O apet rëzik se je pa mbrojtëse. Vetla të qohen, veshit të prishet, që kam veshin e prisht. Edhe janë do sena, amo... Dashnia për sportin nuk lënë më nojë. Qaja. Sa kërkon për kushtim me u marrë me MMA? E kam fjallën për stërvitje, regjimi ushqimit, pesha... Ka shumë faktorë që duhet mi përcjellë, besoj. One, që shtash, i baj 2 herë në ditë baj stërvitje, njerë më ngjes edhe njerë në akşam. Edhe ta njohën që ashtu, veç dilën baj pauze, edhe kam shkoj në trening qatë ditë, edhe trupin e kam, edhe që me thonë si mi pos 70 vjetë. Edhe veç në gjomë, në trening, edhe me hongër, tjetër sen zbaj. S'kam vullnet me bo diçka tjetër, se trupin e kam shumë tane të loth, apede. Veç mas treningit shkoj flej, qëna, hau bok edhe apet shkoj në trening. Shtu e kam tane çdo ditë. Edhe tane shka hau, du të me këshu shka hau. Mos i kur i kam deshet, shembullon e qëtaj i kam 80 kila. Po. Ona morrina me 70. Tani bje mrena 6 javë me ik 10 kila. Edhe qajo shembull shumë ma zor, edhe për fëlli për veti, që ato e kam ma shtirë sa ndeshjen veta, vedi? E qka dush me bo ti, për shembull nëse prej 80-ve duhet me zbrit në 70, në qfar forma e zbret peshën tonë, qa duhet me bo? Oni me të thirët water loading. Okej. I bje me pi 1 javë, edhe i bje 7 liter me pi uj çdo ditë. Se, që me thonë, e pe ujin edhe e qetë, me njerë. Edhe ditën e fundit s'pe kur gjon. Hiq? Amo trupi menon, s'pe kur gjon hiq. Trupi menon, amo, trupi edhe trupi menon, ti të desh me pi halo, edhe qetë apet uj. E që ashtu të oni teknik, mund është mi hek mrena 1 dite 2-3 kila. Wow. E kështu a humbti në energji, a është e vështirë? është e vështirë për humb energji, amo mas vogës, edhe kur t'hypat në vogë, i ki gati 36 orë me hongër, me pi mund është ka dush. Aha. Edhe mrena që të 36 orë, muj edhe i shtoj 7-8 kila apet. Okej. Edhe tani je i gatshëm për meq? Po, tani jam i gatshëm për meq. Mas këtyne 3 dueleve, cilat janë planet e tua tash për vazhdimin e karrierës? A ki të aranzhume në isan tjetër për vazhdim? Qëtaj njero edhe pak edhe 1-2 java, 1 javë kam mitë në Ramazonin. Po. Njerë Ramazonin, tani mas Ramazonit e kam një ndeshje në Hanover. Okej. Me 16 e 5. Okej. I bje, kundërshtori alo se kena zgjell. Okej. Amo që ato i kam qef morri me 16 e 5, edhe mas qasoj ndeshjes, kam qef morri në Frankfurt. One është në stadion të futbollit. Aha. Edhe mujnë me 70.000 vetë. E ko kanë gjare madhe. Që ato e kam shumë, edhe e kam ondër morri. Kam shumë qef morri që ato. Plani përfundimtar besoj është UFC-ja. Po. Kja është kja, që me thonë, ondra ma e nolta e jam ja. Me hinë në UFC dhe mu bo kampion. Amo, edhe alja o jam fillim, 3-0, edhe jam alja fillim karierjes. Amo kja, ondra jam me hinë në UFC. Hajde inshallah kada të shohim aty ku ki qef më konë ti. Ka qenë shumë knatësi me bashkëbisedu me ty, njëkohësisht me unë njoftu edhe dëgjues tanë me një karakter si ti dhe me një sportist si ti, edhe të urojmë shumë fat në këto meqe që i kim vazhdim,
edhe shpresojmë që të shohim në UFC, do të ishte kulmi i kësaj pune. Inshallah. Faleminderit shumë për te. Faleminderit shumë. Ciao, të falja. Ciao.